Çdo vit rreth 20.000 persona ka nevojë për gjak. Kërkesat më të larta i kanë ata që vuajnë nga talasemia, sëmundjet kronike si dhe të aksidentuarit. Thirrjes së kryqit të kuq u përgjigjen së fundmi studentë Universitetit të Elbasanit. Atëherë, sot jemi në ambientet e Universitetit Aleksandër Xhuvani, kur ne po presim të rinj, të cilët po shfaqin dëshirën e tyre për të dhuruar gjak. Pavarësisht gjithë sensibilizimit nga ana e jonë, kryqi i kuq po bën të mundur që me anë të sensibilizimit të kemi sa më shumë dhurues. Është për të ardhur keq në fakt që me gjithë të promocion, përsëri mungesat dhe nevojat për gjak në vendin tonë paraqiten goxha të mëdha. Gjithë dhurimi i gjakut shkon vetëm për fëmijët talasemik, pasi ne i dimë që vendi jonë ka mbi 380 fëmijë të cilët kanë nevojë imediate për gjak. Me thënë të drejtën, ka goxha mungesa për gjak, pavarësisht gjithë sensibilizimit që unë po tregoja, përsëri nevojat për gjak janë të mëdha. Por faleminderit studentëve, faleminderit të gjithë atyre të cilët kanë përkrahur nismën e kryqit kuq për të dhuruar gjak, dhe po shikojmë që në vazhd kemi akoma procese që goxha njerëz vinë dhe paraqiten pranë kryqit kuq, regjistrohen për të dhuruar gjak. Kjo bën të mundur që jo vetëm të ndihmojnë fëmijët talasemik, pse jo të gjithë ata të cilët kanë nevojë imediate për gjak. Të rinjt vullnetar të kryqit të kuq tregojnë mbi arsyet se pse ata janë shndruar në dhurues të rregullt. Unë jam vullnetare pranë kryqit kuq prej 3 vitesh tashmë. Gjatë kësaj kohe kam dhuruar disa herë gjak për fëmijët talasemik. Sot do të jetë hera e 4 që unë dhuroj. Është një vepër shumë e mirë dhe ftoj të gjithë të rinj, por jo vetëm, që dhurojnë gjak dhe të ndihmojnë fëmijët talasemik pasi ata kanë më tepër nevojë. Sot pranë ambienteve të Universitetit Aleksandër Xhuvanit po kryet udhurimi vullnetar i gjakut për fëmijët me talasemi. Si një vullnetar prej 4 vitesh dhe si një dhurues i rregullt të gjakut, e pash me rëndësi për të dhuruar dhe sot për t'i dhënë ndihmë fëmijëve që kanë nevojë për gjak. Ajo është dhurata më e mirë që mund t'i falim neve. Mjekët bëjnë thirrje për sa më shumë dhurime, pasi me anë të një njësie gjaku shpëtohen 3 jetë njerëzish.